Fusni këmbët në uthull 30 minuta dhe ja çfarë do t'ju ndodh. Uthulla e mollës gjithashtu është efektive për trajtimin e problemeve që mund të kenë shëndeti i tyre. Një nga infeksionet që mund të lehtësojë uthulla e mollës është ai i kërpullave të këmbëve, por edhe i mykut të tyreve. Kjo vajzë ka provuar këtë metodë dhe ka dhënë rezultate efektive, duke lagur ekzemat dhe lëkurat e këmbëve të infektuara me uthull molle, por edhe problemet të tjera mund të lehtësohen në këtë aspekt. Gjithçka që duhet të bëni është të merrni një legjer, të shtoni në të ujë të ngrohtë sa të durojnë këmbët tuaja, të shtoni edhe të paktën gjysmë gote uthull molle, ta tresni mirë në përbërje dhe t'i vendosni këmbët në këtë përbërje për të paktën 30 minuta. Do t'i mbani aty për gjatë gjithë kësaj kohe, më pas i nxirrni nga uji i thani dhe kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni higjienën tuaj të këmbëve dhe t'i thoni lam të mirë problemet të infeksioneve mikotike të tyre.